ke atë shpirtin e pasën, apo pse duhet për shkak se i jem politik? Jo, këtë e bëj për shkak të shpirtit tim të pasën, se tha, dhe e ndjej veten si një mision që më unimu komunitetit tonë. Cila është pjesa më e vështirë, ti je shqiptare në vend të huaj apo politikane në vend të huaj? Pjesa më e vështirë është benoj t'jesh s'pari shqiptare në vend të huaj, por edhe politikane t'jesh në vend të huaj. Qka është diçka që i bashkon shqiptare? Qka ke mësuar mbi të gjitha që shqiptaret i bashkon diçka? Përveç festave. Përveç festave, shumë mirë e tha. Po, masi jam prej viteve të 90-ta këtu, shqiptarët shumë i ka bashku lufta advetare në Kroaci, ku një numër i madh i shqiptarëve edhe ka marrë pjesë në mbrojtjen e shtetit kroat. Cila ka qenë pjesa më e vështirë në karrierë, zhvillimin e karrierës ose edhe kur je fut në karrierë? Ka pjesë të vështira. Kështu, në 2015 kur vi si deputete, natyrisht ka qenë edhe befasi edhe për mu, jo veç për gjithë shoqërinë këtu. Ka qenë një garë shumë e ashpër. Çka është motra për vllahun? A tham, vllau për motrën është e gjithë bota. Çka i kishe thonë në këto momente në kamerë nanës? Unë e di që të përcjell edhe kam të përcjell. E di nana që unë e du dhe mund t'i them non du pa fund. Ke dështu në herë? Shumë rrallë. Shumë rrallë. Shumë rrallë kam dështu. Po. Ke qenë zonë se mirë? Shembullore. Shembullore. Duhet me thonë pa hezitim, po kam qenë zonë se mirë. Gjitha pesë? Gjitha pesë. Rinia jonë do t'jetë ajo që do t'jetë ma e vedishme se primë tonë.